Well, thank you very much, Prime Minister Eddie. It is my privilege to be the first British Prime Minister to come here for a bilateral meeting, and I think that is significant and reflects the closeness of the relationship between our two countries. And I'm so pleased that, having discussed this at Blenheim in my first week or so as Prime Minister, we're able to be here together in Albania and to have this bilateral meeting as a prelude to the EPC tomorrow. Congratulations on your election. Këtë takim dy palësh, natyrisht si pjesa që I paraprin summitit nesër. Përgëzime, urime për fitoren zgjedhore këtë javë dhe në fakt është vërtet gjë e madhe që jam këtu në Shqipëri për të hapur atë që unë e shoh si kapitullin e radhës në marrëdhënien e fortë të dy vendeve tona, duke ofruar siguri dhe rritje këtu në Europë, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Por gjithashtu për mua, kjo është një mundësi për të parë nga afër se si po punojnë së bashku dy vendet tona për disa nga sfidat më madhore me të cilat ne përballemi. Sot në mëngjes, siç e dini, unë vajta në portën e Durrësit ku pash përpjekjet tona të përbashkëta për të goditur krimin kufitar, ndërkufitar, pra autoritetet ligjzbatuese të Shqipërisë dhe autoritetet ligjzbatuese të Mbretërisë së Bashkuar që punojnë krah për krah me njëri tjetrin. Dhe siç e kam thënë edhe në dokumentin e bardhë për imigracionin që ne votuam ditën e hënë, kufit e sigurt të vendit ton janë qendrore dhe jetike për planin ton të ndryshimit. Dhe njerëzit duan dhe në fakt meritojnë një sistem imigracioni që është I drejtë dhe që funksionon jo vetëm për interesin ton kombëtar, por edhe që rivendos logjikën dhe kontrollin në kufit tan. Prandaj ju jam mirënjohës ju, I nderuar kryeministër, për mbështetjen tuaj dhe për udhëheqjen tuaj të guximshme për çështjet e migracionit që me cilat përballet kontinenti ynë dhe ecuria jone përbashkët që ne kemi patur pra progresi në uljen e numrit të gomonave ka qenë e konsiderueshme dhe ne ka qenë pra një ulje vërtet e konsiderueshme dhe ky është një mesazh dhe shembull shumë I qartë I asaj që mund të arrihet kur dy vende punojnë kushtësisht me njëra tjetrën. Ajo që thatë edhe ju, task forca jone përbashkët, pra siç e theksuat, në fakt kanë përveshur mëngët, kanë ecur përpara, kanë punuar sesa thjesht të shkruanin letra nga njëri shtet tek tjetri dhe ka funksionuar për të frenuar migracionin e palishëm dhe ndërkohë kemi dhe marrëveshjen tonë të përbashkët për transferimin e personave të dënuar, sepse ne dëshirojmë që pikrisht pra këta të dënuar ta vuajnë dënimin këtu në Shqipëri, ndërkohë që kemi mbështetur të rinjt që ta kryejnë dhe ta kenë jetën e tyre në Shqipëri. Partneriteti ndërmjet vendeve tona shkon përtej bashkëpunimit për sigurinë e kufive tanë. Pra Shqipëria është një aleat I fortë I NATO-s dhe partner kyç në luftën e Ukrainës kundër agresionit rus. Kjo është shumë e rëndësishme në një moment të tillë, duke përfshirë këtu edhe mbështetjen tuaj për trajnimin e trupave ukrainase në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e operacionit Interflex. Dhe unë vetë kam qenë për ta parë këtë trajnim që bëhet disa herë dhe vërtet që më kalon shumë përshtypje dhe një shembull shumë I mirë I kombeve si tonat që punojnë së bashku për të arritur një qëllim të përbashkët. Dhe për këtë arsye kam kënaqësinë që të shprehem këtu për fillimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, një partneritet që do të thellojë pra bashkëpunimin tonë në fushat e mbrojtjes së sigurisë, do të pengojë dhe frenojë migracionin e parregullt dhe si dhe aktivitetin kriminal ndërkufitar dhe do të maksimizojë potencialin që ne kemi për investime në infrastrukturë në rritje në veçanti në sektorin e mbrojtjes. Dhe për këtë arsye jam shumë I kënaqur gjithashtu që përpara jush mund të shprehem edhe për deklaratën tonë të përbashkët që ne kemi për bashkëpunimin pra në sektorin e mbrojtjes dhe do të punojmë së bashku për prodhimin dhe shitjen e autometeve ushtarake. Pra një deklaratë e qëllimit, sepse do të thotë që ne dëshirojmë të fuqizojmë sigurinë kombëtare dhe inovacionin si dhe rritjen ekonomike të kombeve tona. Ky është një moment të cilin shtetet europiane duhet të qëndrojnë së bashku, të bëjnë qëndres ndaj agresionit rus në kontinent. Dhe më vonë sot unë do të shkoj për të vizituar trupat shqiptare dhe ato të Mbretërisë së Bashkuar që po punojnë së bashku për të mbrojtur lirinë tonë dhe qytetarët tanë, sepse këto janë pra vijat e para të betejës së Ukrainës me vlerat e perëndimit. Dhe kjo është arsyeja pra se ne do të vazhdojmë pikërisht të punë të përbashkët për trupat
Dhe ajo që po bëjmë për Ukrainën është një dëshmi e qartë e asaj që ne po bëjmë dhe po punojmë në formë kaq efikase. Por është mbrojtja e Ukrainës e cila do të vazhdojë të bëhet dhe ne do të vazhdojmë të udhëheqim me të gjitha përpjekjet tona. Ju jam shumë mirënjohës juve Shqipërisë për këtë partneritet kaq të fortë që ju keni treguar në këtë betejë tonën, duke treguar leadership në të gjithë botën. Pra ju nesër do të mirëprisni të gjithë udhëheqësit që do të vinë për komunitetin politik evropian, natyrisht duke u fokusuar te siguria europiane. Dhe duke bërë këtë në këtë moment kritik, ne po përçojmë një mesazh shumë të qartë që Europa është e bashkuar. Jemi të fortë jashtë nesh, jemi të sigurt brenda në shtëpitë tona, po vendosim parat aty ku duhen edhe në xhepat e qytetarëve tanë dhe po thellojmë partneritetet tona me aleatët evropian për të mirën e qytetarëve tanë në Mbretërinë e Bashkuar dhe ishte privilegj për mua që kam qenë këtu. Faleminderit shumë.